Përshëndetje, mirë se vini sot te episodi i dytë i podcastit ton studentar. Jemi sot me dy nxënëse nga gjimnazit Temistokli Kërmeni dhe nga gjimnazi Raçi Qirinxhi. Vajzë, ju më prezantoni vetë. Përshëndetje, unë quhem Sindja Bejkolli, jam nxënëse në gjimnazin Raçi Qirinxhi. Unë jam Hajti Fëzëllari dhe vi nga gjimnazi Temistokli Kërmeni. Gëzohemi. Çfarë ju motivoi që të merrni pjesë tek Open Day në Fakulteti Ekonomisë? Më motivoi kryesisht dëshira për të parë nga afër universitetin, për të njohur degët e studimit që ofron Fakulteti Ekonomik, për të njohur pedagogët, për të mësuar më shumë rreth përvojave që kanë studentët. Pra për të dhënë përgjigje pyetjeve që ne kishim. Shumë mirë. Unë jam kurioze të di për ju të dyja. Çfarë do mbani mend ju nga gjimnazi? Aktivitetet, shoqërinë, çfarë shikoni ju më të rëndësishme, apo çfarë do kishit qejf në thonjza që të mbani mend? Kjo është një pyetje shumë e bukur nga jeta në gjimnaz. Unë personalisht do mbaja mend çdo gjë, por kryesisht shoqërinë. Gjithashtu dhe mësimet disi, sepse është një kombinim pra i mësimeve të thjeshta. Okej. Edhe unë si një tip social do kisha parësore në gjimnaz, shoqërinë dhe aktivitetet normale, dhe ato janë super të bukura edhe na mësojnë shumë, por nuk bëhet. Po ja do ju bëhet të rinj show tani edhe. Keni marrë pjesë në rinj show? Mund të jeni të rritur mjaftueshëm se ju jeni vit të tretë, besoj se disa nga ju janë 18 vjet apo jo. Mund të bëni ekskursione vet. Ata që janë bëni ekskursion vet, s'është e thënë t'jo bëjnë impresorët e gjimnazit. Se më të vegjël. Jam pak të vegjël, pa jo për qash. Shumë jo. Si ishte përshtypja juaj e parë kur erdhët në universitet dhe cili moment ju bëri më tepër përshtypje? Më bëri më tepër përshtypje mikpritja që kishim qoftë nga studentët, qoftë nga pedagogët, ishte shumë pozitive sa po hyje në universitet ndjej një frym pozitive. Po janë të dashur, nuk është se vetëm kur bën aktivitete të tilla që janë të dashur, janë në përgjithësi që mos e keni krijuar atë idenë, po na gënjeni, jo janë. Është vërtet janë të dashur në atë pjesë. Po mirë, çfarë mësuat ju diçka në lidhje me universitetin që nuk e dini më përpara? Mësuam kryesisht për këshillin studentor, pra që ekzistonte një i tillë. Në diçka tjetër? Për programin Erasmus, sepse mendoja që këtu nuk kishte program Erasmus. Programi Erasmus është vërtet një mundësi që duhet ta shfrytëzoni në momentin kur të jeni në universitet, sepse krijoni përvoja, shoqëri të reja. Shikoni si funksionon një shtet tjetër, një mësimdhënie tjetër, siç është diku në Austri për shembull, ku janë disa programe Erasmus që universiteti jonë ofron. Është vërtet një mundësi e mirë për të mos u humbur. Sa do kishit qejf ju për shembull të angazhohesit me Erasmus? Do ju pëlqente si të? Po. Në çfarë shteti do ju pëlqente? Kudo qoftë, Mjafton jo në Shqipëri. Po ka dhe student nga shtetet e tjera që vinë në Shqipëri për Erasmus. Okej, po nga Erasmus, po besoj se përfitimet që marrim ne në shtetin e tyre ata nuk i marrin në shtetin tonë. Besoj. Nivelin e universiteteve sipas shteteve nuk është se e dim shumë mirë si është, po dhe në Shqipëri të themi atë që është nuk është se është shumë brapa. Është diku në mes. Relativisht mirë. Esim përpara. Çfarë është gjëja më e vështirë kur duhet të bëhet zgjedhja e një dege studimi? Unë mendoj është kombinimi midis asaj që ti vërtet e ke pasion dhe mundësisë së punësimit që ofron kjo degë. Duhet të shikoni për shembull tregun e punës. Kemi shumë pasione, po tregu i punës ndikon shumë. Dhe mundësitë ekonomike ndikojnë. Po se pastaj bëhet siç kanë bërë shumica që mbarojnë universitetin në kamarje. Kështu që shikoni tregun e punës mirë që nesër pas nesër kur të mbaroni universitetin mos ngeleni pa një punë në profesionin tuaj. Çfarë keni qejf vazhdoni? Unë kam qejf për informatikë ekonomike, më pëlqen sepse është një kombinim midis ekonomisë dhe informatikës dhe gjithashtu ofron mundësi shumë të mira punësimi sot. Sot për sot vazhdoj vetë Cindy, kështu që unë ta sugjeroj shumë pas zgjedhjes sepse drejt tek tregu dhe është shumë fitim prurse. Po, për momentin është po kujdes nga AI se
Tjera teknologjik, shoqëri. Jo, jam Te kemi vetë nga, po çon si ka teknologji merresh ti. Është inxhinieri informatike, u sa ndrysheja. Kështu që kujdes. Unë kam një opsion për financën, sepse mendoj që mund të ketë tregun e punës. Po, financa është më pak e rrezikuar nga AI. Po. U fiksua, mos ja vini re. Mendoni se aktivitete si Open Day, që ju morët pjesë dhe u angazhuat, ndikojnë në atë çka ju do zgjidhni për të ardhmen tuaj, për degën e studimit që do të hidhni më pas? Po. Po, shumë mirë, po jeni dyja. Po pse po? Mendoj se është një mundësi shumë e mirë për ata studentë të cilët nuk janë të vendosur, pra kanë si të thuash Dhe që Më brenda dyshje. universitetit, Open Day të jep mundësi një të njohësh çfarë ndodh brenda në universitet, Po, sepse nuk e mund të drejt. shkosh në një universitet ku ti nuk njeh asgjë, fundja të njohësh të paktën atë me kapitën që thamë Po. parë se godinën, pra të shohësh edhe kushtet, sepse edhe kushtet janë po, të dhe rëndësishme. të në mësosh universitet. rreth përvojave që kanë patur studentët e më Po. parshëm, pra të marrësh si të thuash këshilla ose mendime nga ata, sepse Ti ke marrë. Godina e universitetit ju pëlqeu apo Po, ishte ishte. shumë kushtet ishin shumë të mira realisht. Po, mirë, një realisht pyetje. është mirë. Për shembull, kur ju prezantuat me pedagogët, ishte ndonjë që ju la një përshtypje? Ase e zbulon kush ishte gjithmonë kur shkruani pak, zonë ekonomiku jam. Ja, Asnjë. Në momentin që ishim në Open Day, Mhm. ishim tek në drejtoria, mos gaboj. Në tek dekania. Po, Po. tek Po, Aida Gabeta është dekan e fakultetit të ekonomisë. Dhe ishte një pedagoge me flokët deri këtu, Me flokë të zezë, ka pa po zeza. Po shpjegoj e ti ishe bashkë me ta. Po. Është profesor Aida Gabeta që unë e përshëndet shumë, është dekani e fakultetit të ekonomisë. përshëndesim. Ti më dha përshëndesësh kur të Kur të vish. regjistrohesh, apo? Ne që jemi e përshëndesim. E atë pëlqeu shumë domethënë. Po. Shumë mirë, okay. Po, mua të gjithë përshtypje shumë të mirë lanë. Do me thënë, tani nuk e dim si janë Okej, realisht, po... Jo një specifikisht. Të informuara jeni ju me këshillë studentar. Si ju themi ne nëse s'keni s'ka problem, thjesht po e Po, pyesim. se të bëj Open Day, nuk është se kishim ndonjë informacion për këshillin studentar, ose më saktë zero. Kishim thjesht atë informacionin që vjen nga gjimnazi, siç kemi ne presidentin dhe senatorët, senatin, po jo diçka shumë. Shumë të detajuar. Po, aty... Aty unë jam pra. Jeni kurioze të dini më shumë për këshillin studentar? Po, Ju themi ne. Çfarë për Po, shembull? Lidio. Flasu në këtë pjesë. Fol ti. Çfarë ju intereson më shumë të dini për këshillin studentar? Strukturën për Kush shembull. mund të marrë strukturës, pjesë për informat. shembull te këshilli Te studentar? kështilli. Skaj. Te këshilli, Për kush mund të shembull, marrë pjesë? Është e njëjta gjë pak a shumë si në gjimnaze, po hierarkia është ndryshe. Çdo student mund të bëhet senator si fillim, sepse për të kërkuar një vend më të lartë në kryesi duhet të ketë të paktën një vit në këshillin studentar, në parlamentin studentar, që të kërkojë një vend për shembull si kryetar fakulteti ose president ose diçka e tilla. Gjithashtu mund të bëhet një student i thjesht mund të bëhet dhe zëvendës kryetar, zëvendës president, sekretar i përgjithshëm. Ka shumë opsione të ndryshme që i përfshin të gjithë studentët, si ata të rinj, si ata që kanë qenë. Është vërtet diçka e mirë. Mjafton të kenë dëshirë, besoj. Po, dëshira Ju keni është dëshirë? kryesorja. Po, patjetër. Ishte Shumë një mirë. eksperiencë shumë e bukur. Është eksperiencë Do vërtet e më pëlqente. bukur. Po, është vërtet eksperiencë e bukur sepse je zëri studentëve në fund të ditës. po. Bën aktivitete për ata studentë, për problematika ngre zërin, është diçka që të rinjve sot, sidomos në Shqipëri, përveç Universitetit të Korçës, i duhet që të jetë dikush që të ngresh zërin. Kjo është e gjitha. Çfarë aktivitetesh do të doni të organizoni ju si studentë? Kam dëgjuar për workshopet që praktikohen, po jo se jam shumë e orientuar, po besoj se do ta bëja. Workshopet janë Janë shumë aktivitete mundësi e shumë mira. shumë dobi të studentëve. Shumë e dobishme. Po mendojmë të bëjmë disa workshope. Mund të vini dhe ju nga gjimnazi, sepse janë informacione shtesë që juve mund t'ju duhen nesër pas nesër, nuk është puna vetëm për të sotmen, sepse juve për ca muaj do Po. jeni bëni në pjesë universitet, klasi, kështu që do ju duhen. Workshopet janë vërtet aktivitete që janë vërtet në dobi të studentëve.
Po, ndërsa unë do të doja që të organizoheshin për shembull klube sporti ose për shembull dikush mund të ketë talent në kërcim, në këndim, pra të organizoheshin evente të tilla shfaqje. Në fakt ne këtë e kemi në Këshillin Studentar. Edhe klubin sportiv e kemi bërë javën sportive. Edhe klubin artistik e kemi bërë 2 shfaqje studentare, në qoftë se I dini episodi 0 dhe episodi 1. Së shpejt do vite episodi 2 dhe 3, në qoftë se do jemi këtu. Gjithmonë. Por që dhe akoma më shumë do vazhdojmë të bëjmë aktivitete të cilat ju I sugjeroni, se kjo gjë është shumë e rëndësishme të theksohet. Ne na bën shumë qefi në qoftë se studentët na thonë që shiko se na pëlqen kjo aktivitet, të bëjmë këtë aktivitet, mos jena pak skeptikë, për çfarë ata Kanë ta qenë. thonë domethënë. Që të ndjen të lirë për ta thënë. Dhe problematikat, absolutisht. Mendoj pedagog, sepse ka patur raste. Që janë ankuar dhe janë zgjitur nga Këshilli Studentar. Pra është një organizatë e cila është shumë fitimprurse për ju si studentë. Që ta dini të keni pak informatat e dukura. Se nuk vazhdoni në Universitetin e Korçës, çdo universitet e ka një këshill studentor, si universitet privat ashtu dhe publik. Dhe është diçka e mirë që të keni informacion mbi këshillin, sepse është dhe të themi një rritje personale nëse merreni me aktivitetet që bën këshilli studentor, sepse di se të organizosh diçka. Është rritje personale në fund të ditës. Kështu që është e mira të keni informacion. Dhe mos nguroni të bëni pyetje për çfarë do paqërtësi që do keni. Sa keni kohë? Çfarë do t'i thoshit nxënësve një këshill, një diçka për të marrë pjesë në një open day që do bëhet në një moment të dytë në Universitetin e Korçës përsëri? Unë do I thoja që të shfrytëzonin së pari mundësinë për të shkuar në këtë open day dhe së dyti të mos klinin pa bërë pyetje. Pra që orienteshin nga çdo gjë. Mos nguroni të bëni pyetje sepse prandaj janë open date. Dhe shumica ngurojnë të bëjnë pyetje, thjesht shkojnë atje, dëgjojnë çfarë ju thuhet dhe largohen. Po, gjithashtu do të ishte edhe një mundësi shumë e mirë për të patur mundësi për atë nxënësit të cilët nuk kanë më dyshje në lidhje me degën që do të zgjedhin për profesionin, pra do të ishte një mundësi që do t'ju jepte më shumë informacione rreth të ardhmes. Po, shumë e drejtë. Do të dini çfarë, të ishim më të qartë në ato çfarë do të zgjedhni. Vajza, juve me këtë këshilloheni zakonisht kur jeni në më dyshje për një degë kështu. Me këtë do të flisni. Në vitet shkollore apo në përgjithësi? Në përgjithësi. Së pari, influenca që t'jep shoqëria është e para. Edhe mos duash domethënë të e marrësh atë informacionin prej tyre, por nëse ne pyesim, shoqërinë që e përmendëm, shkollat, profesorët dhe prindrit. Patjetër. Vajza nga familja, nga mësuesit, pra. Ti ndikohesh nga shoqëria? Jo. Për shembull do të thotë këtu një shoqe, kjo është pyetje për të dyja. Po. Do të thotë këtu një shoqe që shiko, si ndi unë do shkoj Tiranë, do hedh arkitekturën, po marr shembull këtë. Ose hajde do shkoj do hedh se kur thon mjeksi, po marr shembull. Shko atje se është e lehtë. Nuk shkoj vetë është e lehtë. E lehtë po. Po, unë nuk ndikohem nga këto, sepse aty ku kam unë mundësi, pra ku kam unë prirje për të vazhduar, sepse nuk mund të zgjedh një dekë ku nuk kam mundësi, po ku nuk kam njohuri, ku nuk më pëlqen. Pavarësisht se shoqëria ime edhe mund të ketë shkuar tek ajo dekë, mund të dikat dekë, unë mund të shkoj aty. Më fal, do ju këshilloja shumë që si fillim, unë për shembull kam qenë shumë më dyshje për tegën që doja të hidhja. Thosha isha nga ekonomiku, nëse ekonominë kam patur shumë qejf që në gjimnaz. Edhe thoja do e financë, po dhe menaxhim, po t'ja fute nga marketingu, thosha pastaj sa është si dek tregu. Pastaj mora vesh ishte ka informatikë ekonomike, thash unë thash unë do ke Tiranë për këtë degën. Po thash që bachelori shumë okay dhe për master është shumë okay dhe hodha informatik biznesi, që këtu është emëruar biznesi, është njëjta degë domethënë, po që është thjesht emëruar ndryshe. Dhe hodha informatik biznesi, por ajo që do t'ju theksoja unë dhe do t'ju jepja si këshill është vetëm një gjë që si fillim të flistit me një pjesë nga familja, unë për shembull kam folur me motrën time dhe më ka sugjeruar këtë degë, që edhe unë kam patur shumë qejf sepse siç e the edhe ti, është ndërthurje midis dy
Degëve, që është Kemi shumë informatika mundësi, dhe- domethënë. po, Sa është të degë zash, tregu dhe shumë degë e mirë. Pavarësisht se ka AI në mes, por s'ka problem. Dhe Janë më pas, fakte. për shoqërinë, unë nuk jam ndikuar as pak. Mua kur më pyesnin, t'ju them një sekret të vockë, sekret, një informacion domethënë. Kur kam shkuar që jam regjistruar, më kanë pyetur diku tek 4-5 veta nga klasa që isha, domethënë në gjimnaz. Ila, çfarë do vazhdosh? Thoj këta, po unë do ikja këte, do vidhon me ty, më thoshin mua se është degë e mirë kjo. Dhe mora një 4-5 veta në klasë, domethënë kam vërtet 3 çuna dhe 2 vajza tani. Që i kam akoma që nga gjimnazi dhe unë ndikuan shumë mirë bënë, se unë tek e fundi informacion të mirë të drejtë thash, kështu që prandaj them që është më mirë që ju ta mendoni mirë, të shikoni informacionet e duhura, edhe një pedagog mund të pyesni. Shoh dhe neve që aj sa din ju themi. Si të kam thënë ty për shembull. Këtë doja të thoja. Baballarët shqiptar kryesisht, mendoj unë, e kanë më shumë atë prirjen që shikojnë nga mjekësia. Po, Ose i këtej nga, nuk thënë jo dej gëlejtë. Jo, babi im kishte informatikën për vetë. Jo, babi im sa çfarë të duash, Babi im nuk e di nga e kishte gjë, por kishte informatikën. Babi Më thënë kanë ëndër. Babi im ishte këtu. Shkruaj çfarë të duash, vetëm drejtësi, mos shko. Ja. Çdo nga iniciative çu. Po, hajde nga financa, çfarë drejtësi. Këto janë të gjitha, besoj në gjë më shumë. Nëse doni të dinë ndonjë gjë, mund ta pyesni. Nëse doni të pyesni diçka, pyesni sa jeni në kohë, pra. Pra, numra toni keni, pyesni se kemi probleme. Pyesni për çdo gjë. Atëherë ky ishte episodi jonë i dytë. Ju falenderojmë që morët pjesë. Dhe shihemi në episode të tjera me tema të tjera për të diskutuar. Pafshim.